Soni Malaj, Genta Ismali, Rozana Radi e disa të tjerë janë pjesë e rubrikës unë të përjapshme të pathonat të kësaj jave. E i ndjekim tani bashkë një nga një. Këngëtarja Rozana Radi, e cila pas një pauze në industrinë muzikore, u rikthye sërish në festivalin Kënga Magjike, e ndërsa tani ajo do të publikoj edhe një videoklip. Në këtë këngë, Rozana do të këndoj krahas Egzon Pirecit, i cili u bë i famshëm në talent show The Voice of Albania 2. Kënga është e zhandit reggae, një stil ku të dy artistët eksperimentojnë për të parën herë, e videoklipi i saj është punuar nga Max Production. Rozana Radit, përveç karrierës së saj, ajo njëkohësisht punon edhe për këngëtar tjerë të estradës. Aktualisht, ajo është duke punuar tekstin e këngës më të re të këngëtares Soni Malaj. Është fjala për një baladë e cila e rikthen Sonin në stilin që i përshtatet më së miri. Kjo këngë do të jetë projekti i parë i këngëtares që do të publikohet pas talent show-t X Factor, ku Soni është në panelin gjykues. Producentët e talent show-t X Factor para pak dite kanë qëndruar në kryeqytetin britanik për të shkëmbyer eksperiencat e këtij spektakli me shtete tjera dhe shpiksin e formulës Simon Cowell. Edicioni i tretë i X Factor në Shqipëri ka arritur në natën finale. Nesër në Klan dhe Klan Kosova transmetohet nata e gjysmë finale. Konkurrentët do të prezantohen me nga 2 këngë, njërën solo dhe tjetrën në duet me një nga 4 të ftuarit special të mbrëmjes. Përveç performancës në X Factor, emri Genta Ismali u komentua jashtëzakonisht shumë për një tjetër fenomen. Portalet dhe shtypi roz u mbushën me lajmin për bojkotimin e projekteve të Gentës në televizionet muzikore. Arsyet për këtë bojkotim nuk janë shumë të qarta, por fakt që shihet është mos transmetimi i videoklipit të fundit Anuloje, e cila po grumbullon qindra mijëra klikime në YouTube. Përfaqësuesja shqiptare në Eurosong, Hersi Matmuja, pas fitores ka qenë më së angazhuar. Pas fotoshooting me Avni Selmanin, ajo ka qëndruar në Itali, ku ka performuar me ftesë të drejtorit të konservatorit Santa Cecilia. Pas Italisë, destinacioni i radhës së saj ka qenë Greqia, ku këngëtarja aktualisht është duke punuar versionin përfundimtar të këngës, me të cilën do të paraqitet në Danimark. Sipas disa burimeve, kënga Zemrimi një nate do të interpretohet në gjuhën angleze. Pas përfundimit të këngës, Hersi do të kthehet sërish në Shqipëri për ta vizualizuar këngën në videoklip. I ka munguar prej kohësh skenës së muzikës elektronike në Kosovë, njëri ndër DJ-jët më të njohur të skenës botërore, i cili rikthehet pas plot 11 viteve në njërën nga ditët më të rëndësishme për popullin e Kosovës, në datën e 6 vjetorit të shpalljes së Republikës së Kosovës. Me datë 16 shkurt 2014, Umek rikthehet në njërin nga klubet më të frekuentuara të natës në Zone Club. Pas vizitës së tij të parë, i prezantoi publikut kosovar një lloj të muzikës deri atëherë të panjohur për një pjesë të madhe të audiencës, dhe se lirisht mund të themi se ka mbetë njëra nga ndejat më të përfolura dhe më të mëdha që kishim atkohë në vend. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju miq të mi të dashur. Ne shihemi sërish javën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Deri atëherë keni kanalin tonë zyrtar në YouTube, si dhe faqen tonë në Facebook me Prive Klan Kosova. Natën e mirë dhe miru ta kofshim.